Hi njerëz, si jeni? Sot deri dita që unë mezi kam prit, po besoj edhe ju mezi e keni prit. Dita e festës ku ne do marrim vesh gjinin e bebit. Sot është e dile dhe Alo nuk e ka hap askush. Akoma nuk e din as kërkush. U lolla. Sepse ajo vajza e dekorit i ka marrë ata bombolat me tym për të dyja gjinit. Vetëm pak minuta para, dy persona që do kenë bombolat në dorë, ata do ta hapin, do ta marrin, do zgjedhin ngjyrën në kutia dhe do jetë surprizë për të gjithë. So, flokët i kanë bë gati, i ka bë kunata. So kreditit i shkojnë asaj. Çerpikët i kanë bë djetë Jersi dhe do heku pak vetullat dhe do ju marr edhe poshtë çapo bëhet sepse ora dekor ka ardh për të bërë partin. Përveç se është shumë dora art, është edhe një vajzë tepër shumë e mirë. Kështu që sa po të hekum vetullat, do shkoj t'ju tregoj edhe do ju marr hap pas hapi sot. I'm so happy. Oh my god. Po tamam, vetëm Për ke është porti? Dardo, për ke është porti? Nuk e di a kam thënë e herë, por besoj të ta kam thënë 700 herë, it's a boy. Pik. Unë jam I atin, mendoj se është vajzë. It is what? Baby sister. Ah, that's so nice. Unë jam Nana, mendoj që është djalë. Unë jam Gjyshi, mendoj se është djalë. Unë jam Halla dhe mendoj që është vajzë. Unë jam Halla, mendoj që është gocë. Unë jam Beni, mendoj se është vajzë. What do you think? It's a baby boy or baby girl? Baby girl. Baby girl? Yeah. What about you? Baby girl. Baby girl? What about you? Baby girl. Baby girl. Unë jam Miri dhe presoj që t'jetë vajzë. Unë jam Shoqja dhe mendoj se është vajzë. Unë jam Ulsi, mendoj se është vajzë. 7, 6, Urive, Kristina. Doli. Bravo, bravo. U lumë, kena fitua. Samura bastı. Gjyshe nuk të doli me mashinë. O dia da kamar me. You win. Ela Rubs kam thënë Mati. Esh, Maslimo.
Gjyshe, nuk të doli parashikimit. Hajde t'ju shofir. Hajde, Daddy Gert. Press, për jo sa gjithë s'po, ja, da zhvik. Ja, është e përmore, ja, për jo të jetim me herë. Hajde mirë, le e lafet atë, hajde kjo. Sa të marrë si e të mirë. Hajde se të më të rrë të mirë. Hi, ja ku pushimi. Kanë kalu 2 javë që nga dita kur zbulum që bebi është një gocë. Dhe arsyeja pse jam këtu është Pix Part, ju falenderoj nga zemra për gjithë komentet edhe gjithë mesazhet pozitive që kam marrë, jo vetëm për Gjinin, por që nga momenti që kam tregu se po presim një bebe tjetër, që me nimin e Zotit do vi një të shnoshe mirë. E kam cek shumë herë, besoj e keni pa deri tani, sa herë kam thonë që mendoj që është një djalë. Jo se nuk e dosha vajzën, nuk kush e dosha vajzën, ndeksha për një vajzë, po nga që kisha identik të njëjtet simptoma shtatzanisë, si me Arlon, të njëjtat nepse, çdo gjë a ka qenë identik si me Arlon, ndryshe nga shtatzania e parë dhe e tretë e dështuar, që janë kënë vajzat e dyja, që janë kënë shumë keq, nuk kam hangër, nuk kam pil me vjellë, kam hub kile, njëna tjetra. Këtë shtatzani kam pas neps, kam pas të reks, kam pas energji, nuk kam vjellë shumë, kam vjellë vetë pak 3 mestin e dytë, identik si me Arlon, kështu që shifja ngjyrat roz në qiell për mua ka qenë surpriza më e bukurit teme dhe Arlon nuk e besoj. Sot jam 18 javë 3 ditë, mezi për sekun e 20 javëshit. Për të vetëm në arsye që ta shoh nga që është ekuja morfologjike, është një ndaj ekut më të rëndësishme, besoj që nënat që janë ka shtatzan e ti. Dhe po ashtu do konfirmojmë edhe Gjinin prap, sepse nuk e besoj. Ka bë një kur jam bë 18 javë, më thonë që ki pak shtrëngim në mitër, edhe do qetësohesh, të mos bash shumë punë, mos talsh në tjil, e njëna tjetra. Dhe, arsyeja e dytë është që tregoj dhuratat që mori bebushja për gender reveal. Unë si që thash nuk e besoj Arla që është vajzë, që Arla nuk kam bleja si gjo për vajzë. So, po ju tregoj ata që kanë blej të tjerë, disa e kanë blej parë si me morë vesh, disa të tjerë kanë blej mas si e kanë morë vesh. Dhurata e parë është nga Alma, po unë e kam hapë dhe nga që e kam hapë nuk kam si ja u tregoj këtu, po kam ba një video.
që do ta shihni këtu. Si që patë është kjo që vendoset baby nga Zybex, shumë e bukur. Dhe Mizi po pres ta vendosi bebushen atë. Kështu që vazhdojmë me dhuratat e tjera. Dhurata e dytë është kjo këtu, që e ka bërë Hallagana. Është një shampanjë për ne, normalisht, jo për bebushen, atë mu jo, po për ata që pi, çokolata. E s'harron kot me na belsu. Dhe është një set me 8 pjesë. Është të përvoj, sa besoj. Wow. Yummy. Wow. Por nga që i kisha bind që është djalë, kanë tentu më shumë nga djali. It's wheelchair. Yes, por që do ja vesh më vajza pa tjetër. That is Rene, Hallagana është kushrina e jetit, por nga që na kena shumë të afërt, Arletet Halla, ashtu është. Hallagana school is pia. Po. Okay, my alo. Dhurata tjetër është nga vllai i Altes, edhe nusja e tij. Unë e kam hap, por nuk i kam hedhur nga paketa. Duket kështu. Atë është një set. Hello. Kjo është një bateni në hol. Shumë e bukur. One chocolate, two chocolate, three Kemi tutat. chocolate, four chocolate, Se besoj se ka vegani ka qenë vogël. chocolate and six chocolate. Kemi një qafore, si quhet. Nuk shumë, nuk e ti. Edhe 0 deri në 3 muaj. Kemi edhe këtë badin e vodkës. Twinkle. Këtu më duket janë moslins të vogla, ose janë si peshqirë të vegjël. Kemi një lodër. Kemi edhe një kapuq. Gjithashtu, kjo vjen edhe me këtë që unë e dashuroj. Do jetë bebe janarit. Kështu që kjo është gjëja më e bukur që mund t'i kishte vë dikush. It's so cute o zot. Shumë faleminderit. Fillojmë me dhuratat që janë bërë nga prindërit e mi, pas i kanë marrë vesh se është gocë. Kjo është nga mami. E kam sjell nga pushimet në kuti, vetëm që ta hap këtu me linjes, më sa heku nga kutia, edhe si që shihni ashtu. Okej. Atë është një bluzë vockël, bashkë me tutat. Ka marrë roz tani. Le të plas roza. Prap një qafore, kemi dorashkat e vockla, dhe një kapuq. It's so yummy. Kjo është nga motra. Mommy, it's so yummy today. Yeah. Motra ka haru që është bebe janarit. E ka blej me mangë të shkurta, por do ja veshim në shtëpi për ndaj foto, se ta është shumë e bukur. Okej, atë është kjo këtu. Ka këtë që ved në kokë. Edhe sa e bukur është sot. E ka për 6 muajshe, po më duket e vogël. Se di. Do lahen gjitha. Cute. Dhe e fundit që unë e dashuroj. është kjo kukulla këtu, që ma ka blej nusja vllajt mau. Ilsa, hajde da Ilsa. E Arlo kësaja ka bu emri Nina. Kështu që kjo është Nina. Është lodra parë e vajzë, ever. Jam blejt e isha gjona, po për lodra është e parë. Ilsa and Nina. Yes. Edhe, ja, duket si një bebe. Shumë e bukur, besoj që do ta mojnë gjatë bebusha këtë. Yeah, as i pipi. Ashtë e bebit. Po. Kjo ishte videoja me për ju njerëz, duke ju falendruar edhe një herë tepër shumë. Shihemi në videot e tjera. Bye. Bye. Ta u shoh